Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth kuptimeve të ajetit 41 të surës Ar-Rum, ku Allah subhanahu wa taala na tërheq vëmendjen për shfaqjen e fesadit gjithandej nëpër botë, në tokë, në det, gjithandej, për shkak të veprave të njerëzve, siç Allah azza wa jall na përmend në Kur'anin famullar. Dhe folëm edhe javën e kaluar për disa citime shumë me vlerë nga tefsiret e ndryshme të Kur'anit famullar për kuptimin e këtij ajeti të mëndshëm. Po lexoja njëkohësisht në tefsirin e madh të Imam Ebu Mansur al-Maturidit, Allahu mëshiroft, që ka ndërruar jetë në vitin 333 të Hijretit. Edhe duke e shpjegu këtë ajet kuranor, ai thot dhahara al-fasadu, pra ashfaq fesadi, prishja, përmban dy kuptime. E para është shfaqur fesadi, dhe me thanë shirku dhe kufri. Me fjalën fesad, ka thënë nënkuptojmë përhapjen e shirkut gjithandej edhe të femohimit. Dhe për shkak të veprave si plaçkitja, vjedhja, zullumi dhe krejt llojet e veprave të liga që vepronin, ai është shkak, ky kompleks veprash është shkak që njeriu të rrëshas drejt shirkut edhe femohimit. Ti thu si? A nuk e lexojmë në Kur'anin famullar një ajet shumë të rëndësishëm, ku Allahu azza wa jall thot kella bel rana ala qulubihim, në tërhiqet vëmendja që zemrat e tyre u zizuan, pra me njollat e gjunaheve, derisa zemrat e tyre u vulosen me të keqen. Që thotë se njeriu e bën një gjuna, e bën edhe një tjetër, e bën edhe një tjetër, e bën edhe një tjetër, dhe nuk arrin dot ta kap veten e tij në gabim. Nuk arrin ta kap veten e tij në gjuna, nuk arrin të pendohet dot, nuk arrin të kërkojë falje. Dhe i duket sikur ajo që po bën është diçka krejt e natyrshme. Për shembull, a nuk është e natyrshme sot dhe është pjesë e këtij fesadi shumë të madh, të marrit me thashë theme? Sa hym në xhami ka thashë theme, sa dalim nga xhamia mos i kemi dhënë selam ka thashë theme, sa kryjm haxhin ka thashë theme, sa kryjm umrën ka thashë theme, duke prit iftarin në tavolinë ka thashë theme, për gojime. Mas iftarit ka përgojime, duke prit teravin ka përgojime, duke dal nga teravia ka përgojime. A nuk është një smundje vrastare që është ajka e fesadit, që ka plusot realitetet islame gjithandej nëpër botë? Imam Maturidi thotë që vepronin të keqen, e vepronin të keqen, e vepronin të keqen, një tjetër, dhe kjo u bën shkak që njeriu me rrëshit, pra ata me rrëshit dhe me deviju drejt shirkut edhe femohimit. Domethënë me dal fejet krejt. A nuk ka sot shumë musliman me emra që nuk e falin namazin? A nuk ka shumë musliman sot që nuk e agjerojnë Ramazanin? Po se një herë nuk shkon në xhami, edhe një herë nuk shkon në xhami, edhe dy herë, edhe 5, edhe 10, edhe veç Obama se nuk shkon në xhami? Ç'a nolli domethënë? E çka ka atë me shku edhe në haxh atje edhe me shku në umre atje, po pse më i haxhuat apare? Po pse mos më shku për pushime verore këtu apo atje? Edhe fillon në rrëshqet, derisa hum kret ngjyra e besimit dhe e fetarizmit në sjelljen e tij, Zoti na rujt. Pastaj thotë, kuptimi i dytë i fesadit është thatësira, shiu i pakët, ngushtimi i rrezikut. Do të thënë, për shkak të gjunaheve e për shkak të devijimit nga urdhëresat e Allahut azza wa jall, vjen si pasojë e kësaj thatësina, fenomenet e çuditshme natyrore, eklipse, që janë ndryshim i realitetit edhe i natyrës së zakonshme, që Zoti i ka dhënë një tokë, një vendi e kështu me radhë. Mirë, por ne përmendëm që fesadi ndahet në dy pjesë, fesad material edhe fesad shoqënor, i marrëdhënieve shoqënore edhe. Tek fesadi material kam disa shënime, po vite thelbi i fesadit material sot këtu tek ne në Shkodër, dhe që në intereson ne si musliman. Shikoni këtë. Kjo
është një hartë e vitit 1923. Shikone. Shikone mirë këtë. Kjo të dashurit e mi, e dini që është? Semra e Akilit, e fesadit, që sot e dëshmojmë në vendin tonë, që edhe avokati jonë erdi. Mirë se erdhe avokati dashtën. Se ai në fakt i din këto mesele ma mirë se sa unë. Edhe prej zotnisë të ti mësojmë. Kjo është harta legjitime e Vakëfit të Fushçelës, atje tek xhamia Ebu Bekër. Edhe ju thoni, po që ka lidhje kjo me fesadin, pritni. Kjo është hartë e 38-ës. I njëjti Vakëf, i plot. Kjo është hartë e 62-shit, kur Shqipërinë kishte fillu me e marrë lumi, edhe të kuqt kishin fillu me u forcu në këtë tokë, edhe me e zizu këtë vend, edhe shoqërinë e këtij vendit, edhe me e kaplu e keqja që e kaploi deri në ditët e sotme, për pasojë atij fesadi të madh që na erdhi. Këtu shikoni që ka filluar dhe është nda tashti, ka hyrë rruga në mes, është ba lulishta, edhe Vakëfi është tjetërsu, ka filluar tjetërsimin 62-shi. Pastaj 67 e mrapa mos fol, edhe vim në vitin 96. Në 96-ën, qeveria asaj kohe i kthen myftinisë këtë pamje, të dokumenta. I kthehet kjo pjesë e vakfit, pra një pjesë thujse e vogël e xhamisë aktuale të madhe atje. Një pjesë tjetër kompensim, ajo që sot është parkingu i krimeve të mëdha të myftinisë në sofrat e Llumit rruga, edhe kjo pjesa ku është vendos hotel turizmi, pjesa e verandës së jashtme, që është parablerje. Këtu, në këtë pronë, pra turizmi edhe që vazhdon në hisën e myftinisë së Shkodër, ne, Kisha Ortodokse dhe familja Laçej, jemi në gjyqje pafund për të marrë të drejtën tonë. Kemi fituar në Strasburg, kemi riqu në Strasburg, është angazhu komuniteti musliman, histori pafund, gjyqje, dosje, një mal me letra. Edhe, fal insistimit edhe për kujdesjes së zyrës së Vakëfit, edhe myftinisë tuaj, 7855 metra të xhamisë së madhe, përfshin edhe atë pjesën që dikur na thuhej se është kompensime dhe t'ju ndryshohet rrethimi, e gardhje, bla bla bla, për atyre që ishin në pushtet para këtyre që janë sot, na u dha edhe e morme para rreth 4 vitesh, edhe kemi pronën të certifikuar atë ku është xhamia e madhe sot, me përjashtim të atyre dy qibanëve. Atyre dy qibanëve brenda pronës tonë. Ky i komunistave, edhe ky tjetri i ati djalit të ri që fati i tij i keq të përfundonte ashtu si përfundoi i vrarë i masakruar nga sistemi ma barbar i historisë së këtij kombi. Sot qeveria na ka sjell këtë pamje. Ky tash është thelbi i fesadit, të dashurit e mi. Ky është thelbi i degradimit e i degenerimit e historisë e i prishjes së institucioneve, ku Bashkia e Shkodrës edhe qeveria e jonë, bashkë me një ndërtues, na shfaqin këtë krye qibanin, po ku në pronën e huj, edhe të del në një për atyre që unë i them portale me paterica, dhe të thotë që komunitetet fetare nuk kanë drejt me që zanin, ato nuk është pronë e komuniteteve, edhe unë e kuptoj se shumë të ramë në Shkodër, për një kafshat buk, shesin edhe dinin e imanin, e shesin ujnë e ftyrës, ata ne shesin. E thonë edhe një fjali si kjo, që ne gjithsesi e marrim edhe e hedhim të koshi ma i parë që e gjejmë rrugës. Pra, fesadi që është? Fesadi është kur ti jeton në një vend dhe prej aty ku duhet të dalë drejtësia, del zhvatja. Prej aty ku duhet të dalë mirë kuptimi, del grabitja. Prej aty ku ti duhet të kërkosh të drejtën tane dhe të marrësh pronën tane dhe të marrësh të drejtën tane të shenjtë që ta ka dhënë Zoti,
e për cilën edhe po të vritesh je shahid tek Allahu subhanahu wa taala, ta grabisin, ta tjetërsojnë, ja japin dikujt të pamundumunit, edhe kështu nis edhe gangrena e fesadit e përfshin realitetin ku ne jetojmë. Pra, një qytet që Allah subhanahu wa taala e ka begatuar me mirësi pafund, mirë po që dora e femuhuesit, e dora e idhujtarit, e dora e njeriu të pa fe, e pa din, e pa iman, e pa moral kombëtar, e pa virtyt kombëtar, e merr edhe e kthen krejt këtë tablo të mirësive hynore në një tablo të grabitjes, e një tablo të shëmtuar, e cila nuk ka asnjë lloj vlere, por përtej kësaj e shëmton edhe tablon e mirësive dhe bekimeve hynore. Ne kemi ngritur zanin me të madhe pranë të gjitha institucioneve të dashurit e mi. Po mendojmë me të gjithë stafin edhe këshillin dhe kryesin të ndërmarrim një akt që nuk e kemi ndërmarrë asnjëherë në jetën tonë. Që me të gjitha xhamit tona e me të gjithë imamët e krejt zonës së Shkodrës të bëjmë diçka që nuk është e mirë për Shkodrën. Mirë po është shumë e denjë për vaktin tonë. E me ba atë që është ma e denja për vaktin tënë, ti je fisnik edhe ti je faqebardh. E kemi ngrit zanin me të gjitha institucionet. E kemi ngrit zanin tek qeveria. E kemi ngrit zanin tek të gjitha qeverit, tek gjitha gjykatat, në Strasburg. Edhe jemi përpara këtij fakti, që gjithsesi është i barabartë me fjalën fesad. Fesad. Dhe sikur se thoshte Hafiz Jusuf Kelmendi dhe e përmenda dhe të gjuman e kaluar, fe fesad po bajmë për dit, itaat po i bajmë shejtanit, Allahu na baf tawfik, mos na daftun prej imanit, fe fesad po bajmë në vepra, pra në amel. Hiç nuk jemi të shiku, ka sa vetë, zbajmë për mahsher, thu se gjithmonë kemë mërnu. Ingrati ai që vjedh pronën e tjetrit, nuk ka me i pas bereqet as në dynja, as në ahiret. Mor t'ja firmosin presidenti i botës, e kryeministri i botës, as një lloj bereqetit nuk ka prona e grabitun. As një lloj begatije nuk ka ajo çfarë i ke grabit tjetrit. Ka me të metë në fyt ty, fëmijëve tuaj, nipave tuaj, e gjithë atyre që përfshihen, qoftë edhe me një heshtje, a me një lutje koke pa fjalë. Në ditën e gjykimit, disa njerëz do të hidhen në zjarr të xhehenemit duke kaluar urën e siratit. Do të thirret dhe do të thuhet me të madhe, ku janë zullumqarët? Ku janë ndihmësit e zullumqarëve? Ku janë ata që kanë prej lapsin për zullumqarët? Ku janë ata që kanë firmos për zullumqarët? Mos mendoni se Allahu Azza wa Jalla është gafil. Mirë po, kjo është prova e besimit, kjo është prova e ndershmërisë, kjo është prova e dinjitetit, kjo është prova e vlerave tona qytetare. A nuk ka 35 vite, po them për këtë periudhën e dytë, domethënë, të pas asaj katrahurës komuniste. A nuk ka 35 vite që akoma sot njerëz vriten për çështje pronash, sepse nuk ka shku haku i të Zotit në vend. Sa konventa, sa thirrje, sa edhe ti qesh edhe tu, pse i përmendin gjitha këto? Ky është i njëjtë me modelin e atyre që veprojnë në Gaza. Konventa, lidhen krejt mbretënitë e botës, krejt shtetet e botës, çojnë zanin, greva, demonstrata, ligjërata, thirrje, pa fund. Edhe bota e të keqes vazhdon edhe ecë përpara pa asnjë lloj ndrojtje. Njësoj është kjo. E njëjta frym, i njëjti mirim, e njëjta skamje, i njëjti poshtnim, i njëjti fesad. Ne po flasim për fesadin, edhe besoj se kjo është hisaja e kësaj dite, e nëse kemi jetë e marrësi e bekim, e vazhdojmë prej ku e lam në javën e ardhshme. Dhe i lutemi Allahu subhanahu wa taala me na bë prej atyre që jetojnë dhe veprojnë me faqe të bardhë dhe nuk ndalen nga broshkullisjet sa djathtas majtas,
por ecin me frikën e Zotit, e sinqeritetin para durve të Tij, e me kërkimin e pëlqimit të Allahu subhanahu wa taala për të mërit e për të bë, e për të dhanë, e për të kontribu aq sa Zoti ka shkruar. Allahu ju dashur dhe bekatoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.